Një ditë pas konstituimit të kuvendit, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka nënshkruar dekretin që mandaton Albin Kurtin për formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Në njoftimin për media, thuhet se ky vendim është marrë pas propozimit zyrtar të Partisë Lëvizja Vetvendosje, e cila ka fituar numrin më të madh të ulësave në kuvend nga rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura më 9 shkurt të këtij viti. Sipas kushtetutës, mandatari për formimin e qeverisë, zoti Kurti, është i obliguar që jo më vonë se 15 ditë nga dita e dekretimit, t'i paraqesë kuvendit të Republikës së Kosovës për bërjen dhe programin e qeverisë për miratim. Presidenti i ka uruar suksese Kurtit, kryeministër në detyrë, në shpresën që Republika e Kosovës sa më parë të ketë një qeveri me mandat të plot kushtetues, thuhet në njoftim. Pas ngërçit politik që zgjati për 8 muaj, kuvendi i Kosovës u konstitua, duke i hapur rrugë formimit të qeverisë së re. Deputetët e dalë nga zgjedhjet e mbajtura në shkurt votuan ditën e djeshme për nën kryetarin e 5 të kuvendit, atë të pakicës serbe, duke zgjedhur Nenad Rashić në këtë post. Rashić nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë mori 71 vota pro, 9 kundër dhe 24 abstenime. Ai u mbështet nga LVV dhe Lëvizja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës abstenoi, ndërsa lista serbe votoi kundër kandidaturës së tij. Pasi 9 kandidatët e propozuar më herët nga lista serbe nuk arritën të siguronin 61 votat e nevojshme, kryetari i kuvendit Dimal Basha aktivizoi mekanizmin zhbllokues të shortit, që përdoret pasi dështojnë të votbesohen kandidatët e propozuar. Duke qenë se Rashić ishte emër i vetëm, shorti u anulua dhe u votua direkt. Më pas Basha deklaroi se kuvendi konsiderohet i konstituar.